Mirë se erdhe Gjysë dhe Sokoli, si po ndjeni? Mirë së gjetë, mi mbrëma Prishtina, mi mbrëma Televeziko, mi mbrëma Juve, mi mbrëma gjithë atyre që na ndjekin përmes valve televizionit Televeziko. Nga televizioni Kosovës, Ziko TV. O, po shumë edhe me kënaqur edhe shkaku që po përkrahen edhe nga televizioni kosovar, edhe nga Ministria e Kulturës është shumë mirë. Sokol, më tërgo pak si është veshur bashkëshortja. A e din kush e ka veshur? E di kush e ka ndihmuar pak. E ke ndihmuar ju? Duket mirë. Gjyse, ndonjë çmim do fitojmë apo jo? Shpresoj. Kaloni se kush është kujdesur për më tërgo pak? Fustanin e kam fituar dhuratën nga mota ime Valentina Spaho, grimin, flokët, unë i kam pasur gjithë. Kaloni sa mirë, suksese. Faleminderit. Kaloni mirë. Dhe kemi arritur tek çmimi i parafundit. Janë këto momente që duan më pak fjale, më shumë veprim, sepse janë momente adrenaline, emocionesh, të gjithë presin rezultatet përfundimtare. Kemi arritur kështu tek çmimi i madh, i parafundit Best Album. Zona e Zotëri ftoi për të ndarë të çmim Afërdita Dreshaj Dhe Shpat Kasapi. First. Presim çmimin. Best Album DJ Blunt dhe Real One, Farush Azemi, Genta Ismaili, Gjyste Vulaj, Energy Band, Okej. Best Album e fiton bashkëdhetare Afërditës. Gjyste Vulaj, apo është më rap. Hajde Gjyste. Merak a bëhesh ti, a bëhesh merak djalojiri, a bëhesh merak për muti, ti merak bëhem unë për ty, e pra tu je djalojiri, ti që po ta se mu në ty, tregon gjenti për mu, se m'ke djegë për... Në vrëmba vëdhecër e motra, përshëndetjen e nga shqiptarët e Malit Zi, për një mend dukeni shumë bukur gjithë. Është nësi kur gjithës në skenë para kolegeve, në përgjithësi kolegeve, të cilët jeni shumë të mirë, estrada shqiptare ka shumë këngëtarë të mirë, nuk janë të gjithë sonte këtu. Faleminderit Ziko TV për çmimin Best Album. 9 albume i 10 me radhë, një dekadë e mbylli me Best Album. Faleminderit. Faleminderit. Prit njëra se kështu harrojmë nga emocionet, kuptohet. Për këtë album kanë punuar shumë njerëz të mëdhej. E do të falenderoj në rënd e parë bashkëshortin tim Sokol Vulaj. Zemra, shpirti, jeta, jetë. Po ashtu falenderoj Genti Lakon, Naim Krasniqin, edhe të madhin Xhef Detgashin. Faleminderit. Edhe për tekstet falenderoj veten. Njerë i ftoj në skenë për ta dorëzuar çmimin Best Couple, këngëtarën dhe të shkruesen, si dhe kompozitorin, instrumentistin, burrë gru, Gjyste dhe Sokol Vulaj. I ftojmë skenë. Mi mbrëma artista. Çifti më i mirë, unë dhe Sokoli. Mendoj. Unë dhe Sokoli, pra.
Best Couple Gjyste dhe Sokol Vulaj. Po ne jemi datë çmimin. Po ju keni marrë çmimin. Atëherë ka qenë E parandjeva, faleminderit. Ka qenë një befasi për organizatorët që vetë fitues edhe ta lexojnë edhe emrin e tyre. Edhe kjo bëhet pikërisht me rastin e 20 vjetorit martesës këtë vit, apo? 20 vjet i kanë kërë se si në lejnë martu. Jam martuar 16 vjeçar, mos mendoni se kam shumë vjet. Faleminderit. Faleminderit Ziko TV, faleminderit Zhurma Show Awards. Falenderoj për këtë çmim atë regjiste se kjo është e bukur. Para se më shku, është një kuriozitet në këtë çmimin Best Couple. Në qoftë se jini në qift që doni me undo, edhe nuk kini ju vje keq qysh njëni tjetrit me thonë, më shkoni te hoxhat e burdushit, ai tjetri mi fry, po veç vini edhe fitoni çmimin Best Couple, sepse në vitet e fundit, kush e ka fitu Best Couple, vitin tjetër e nda. Shumë e vërtet është. Ta shojmë apo thejnë Malerin. 20 vjet martesë me bashkë në Sokolin. Na ka përcjell gjithmonë faktikisht fati mirë, e fati mirë për mua shëndet i mirë e familje, që va dëshoj të gjithë juve, ndërsa këtë çmim ja dedikoj djalit tim Besartit. Dhe tani mysafirët nuk kanë të ndalur. Kemi dhe hot gjysten këtu. Au. Gjyste Vulaj gjithmonë me paraqitjet e saja tejet hot. Mirë mbrëma. Mbrëma misë gjetën. Mirë se erdhë. Kur e bona prezantimin që po vjen gjystja, thash që gjystja për herë vjen me paraqitjet e saj hot. Edhe sonte fotokën shumë hot. Kush e për kujdes për juve? Për kujdesin time motra. Në skem ftoj Enkelida Rifing saj here për të ndalë çmimin për kategorinë Best Pop Folk. Mirëmbrëma gjithëve. Ka nevojë t'ju them dhe njëherë që dukeni shumë bukur gjithë? Ndjekim nominimet. Best Pop Folk. Atëherë, Best Pop Folk, Gjyste Vulaj. Mirëmbrëma Dhezër Motra, mirëmbrëma Shqiptar, mirëmbrëma Gjilani, mirëmbrëma kryetarit të komunës së bukur Gjilanit, mirëmbrëma artist, njerëz të kësu section, njerëz të mirë, mirëmbrëma të gjitha aty që po na ndjekin nëpërmjet televizionit High Definition Ziko. Faleminderit presidentit, faleminderit drejtoreshës generale, faleminderit drejtoreshës Zhurma Show Awards. Falënderimi veçantë se kësaj herë nuk du me harrua, bashkëordinim Sokol Vulaj për muzikën dhe orkestrimin, po ashtu dhe gjystes për tekstin e bukur. Isha nominuar, e meritojnë këtë çmim. Edhe unë, edhe Meda, edhe Sinani, e meritoni të gjithë ju, sepse ne po ju them, gjatë gjithë verës, gjatë gjithë jetës time, kudo që lëvizi, të gjithë albumet e tuja, të juja, të dashur koleg,
i kam në veturën time. Ju ndëgjoj me kënaqësinë më të madhe. Suksese gjithmonë, faleminderit Ziko TV Zhurma Show Apart. Faleminderit edhe gëzuar adhuruesve të mi, e morëm. Kush do zbres tani, në një personazh që ne duam edhe ta ngacmojmë të dim pak më shumë për të, apo jo? Shumë fansa! Këto broritje janë për të marrën gjulaj, mirë se erdhe. Mi mbroma, mi su gjeta. Mirë se erdhe. Dhe shumë mirë ke bërë që ke marrë vllaun. Mirë mbroma. Mirë mbroma juaj. Si po ndjesh shumë mirë për herë parë më duk, si po ndjesh? Shumë mirë, hera. Shumë me... Okej, gjysta. Shumë mrekulli, ha? Sokolla, duket që apo jo? Kush ka veshura, ka rregulluar? Sa herë më ka vesh bashorti me një fustan Versace bukur, puc kasade, ndërsa grimin ka bë make-up bajtina, flokët. Pas ke harxuar hiç më duket. Flokët Kenanin apo do. Po deshe mos i jep 10 sonte. Të kujtohet? 11. Okej, kaloni sa më mirë, edhe më vjen shumë mirë që ju kemi, do kemi shumë surpriza brenda. Kaloni mirë. Faleminderit shumë për pranimin tuaj. Reagimet natyrisht për artistët im të mëdhej, do të vinë një nga një.